Çfarë ndodh me ne? Ikin dhe ikin, sepse kemi një regjim të pa shpirt. Sepse ky regjim, pensionistët, që kishin një pension prej 142.000 lekë në 2013, por që ishte pensioni më i lartë në rajon, i la sot të fundit në rajon dhe Malazezi që mirte 138.000 lekë, merë sot 450.000 lekë. Sepse Rumuni që mirte 164 euro rogën minimale në kohë kur shqiptari e kishte 220 euro. Sot merë 800 euro. Po pse këto? Sepse çdo qeveri, taksat që u merë qytetarëve, në radhë parë ja u kthen qytetarëve. Ja u kthen në pensione, ja u kthen në rroga, ja u kthen me ilaçe, ja u kthen me shkolla, ja u kthen me asfaltime, me ujësjelsa, me kanalizime. Ku janë? Erdhi këtu, do të themi gjë, sikur 12 vjet pushtim, i huajt kishte patur Shkodra, dhe pushtuesi të vinte këtu, kur nuk do i lejon të vetës të thoshte se unë kam investuar në Shkodër 1.300.000.000 euro. Mashtruesi i neveritshëm, i turpshëm, ai në Shkodër. Në Shkodër, në 12 vite, asnjë projekt të ri, që të gjitha vazhdim i projekteve në përfundim e sipër të mëparshme. Miq, pra erdhi me një thes me rrena, edhe më mendoj se do mund të rrej Shkodran. Do të thënë, këta janë usull 8 muaj në fushat nga takim, duke bërë xhonglerin, duke bërë hokatarin, duke bërë banalistin, me një fushat banale, bajate, dhe vetëm gjë që s'bëri s'da kur